Në Pallatin e Rinisë në Prishtinë është mbajtur akademia përkujtimore për ditën e dëshmorëve të betejës së Kosharës dhe 27 vjetorin e rënjes së heroit Agim Ramadani. Në këtë përvjetor u lartësua figura e komandant Katanës si arkitekt i thyrjes së kufirit shqiptaro-shqiptar dhe simbol i rezistencës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Heqja e kufirit shqiptaro-shqiptar ishte arritja më e madhe e betejës së Kosharës. Një kufi që na kishte ndarë për pothuajse një shekull. Për ekzekutivin kosovar, trashëgimia e Ramadanit përfaqëson gërshëtimin e rrallë mes disiplinës së ushtarakut dhe ndjeshmërisë së artistit. Agim Ramadani mbetet figurë e veçantë, edhe sepse te ai bashkoshin si rrallë ndonjëherë ndjeshmëria e njeriut krijues dhe disiplina e ushtarakut profesionist. Kjo e bën edhe më të fuqishme trashëgimin që ai na ka lënë. Për ish bashkëluftëtarët e tij, thyrja e kufirit në Koshare ishte momenti që i dha formë ëndrrës për liri. Agim Ramadani nuk është thjesht një emër në listat e dëshmorëve dhe heronjve. Ai është arkitekti i thyrjes së madhe. Mesazhin për të ardhmen e shtetit nga kjo akademi e përcollën edhe familjarët e heroit të kombit. Babi nuk jetoj për vete, a jetoj për lirinë, dhe atë rrugë e ndaj me juve. Ju jeshit forca ati, arsyeja pse ai nuk u nal kurrë. Sot, pas 27 vitesh, ai është krenar me ju. Beteja e Kosharës konsiderohet si një nga operacionet më të rëndësishme ushtarake të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ku ranë heroikisht 114 dëshmorë.